Mësimdhënës dhe nxënës që nga shkollat të ndryshme në Kosovë u bën pjesë e takimit të mbajtur në Xhakov, ku u diskutua për diversitetin kulturor. Aty u prezantuan kulturat, traditat dhe ushqimet karakteristike të rajoneve që përfaqësojnë në kuadër të ditës ndërkombëtare të diversitetit kulturor. Është pjesë e projektit ADA, i financuar nga Komisioni Evropian, implementuar dhe zbatuar nga Qendra për Arsim e Kosovës. Jemi një ekip shkollor, thirret klubi për ndërmjetësim, të cilët veprojmë në shkollën e mesme të lartë ekonomike Kadri Kusari, dhe është para pa që gjatë aktiviteteve që kemi në kuadër të këtij projekti, e kemi para pa që ta mbajmë edhe këtë aktivitet sot. Përndryshe kemi ftuar edhe shkolla tjera partnerë që janë në këtë projekt, edhe nxënësit, edhe besoj që kemi kaluar një ditë edhe kemi shpalosur traditat edhe kulturat tona. Ky projekt përfshiu nxënësit e 15 shkollave fituese nga 11 komuna të ndryshme në kuadër të projektit për veprim kundër diskriminimit, kështu thot Ardita Kabashin nga Qendra e Arsimit në Kosovë. Kemi organizuar një aktivitet ku prej 11 komunave, respektivisht 15 shkollat përfituese, mentorë të shkollave dhe nxënësit janë pjesë e këtij aktiviteti ku secila prej komunave ka sjell ushqime ose gjëra tjera të cilët edhe tregojnë diversitetin kulturor, do të thonë traditat e tyre për shkak të ditës së diversitetit kulturor. Gjithsej në projekt i kemi 150 nxënës, sot nuk i kemi të gjithë për shkak të pamundësisë së pjesëmarrjes, po i kemi komunën e Prishtinës, komunën e Podujevës, kemi Mitrovicën, Vushtrinë, Pejën, Istogun, e kemi Hanin e Elezit, e kemi Vitin, Prizrenin, Gjakovën, edhe Ferizajn. Për ndjesinë të qenurit pjesë të këtij aktiviteti, ku shpalosën shumë karakteristika kulturore, foli nxënësja flutur Zenunaj. Jam këtu e përfaqësuar shkollën e artit, do dhe si Paskali prej Pejës. Ndjenja mirë me qenë prezant këtu në këtë muze kaq të bukur edhe me vlera shumë dhaja. Atëherë çfarë prezantove ti këtu si kulturë e qytetit tënd? Si kulturë e qytetit tim, ne këtu kemi pru disa ushqime tradicionale që janë Pejës. Ky aktivitet synon të promovojë mirëkuptimin, respektin dhe vlerësimin e kulturave të ndryshme që bashkëjetojnë në Kosovë, përmes bashkëpunimit të drejtpërdrejtë të nxënësve dhe stafit arsimor.